Sipas informatave që kam, ministri është në udhëtim zyrtar. Zyrtar Svesna, Po, kam pas arsye, ta dërgoj arsyetimin me shkrim. Prezentin të pandehur, Drita Millaku, prezent. Zyrtar Svesna, Sali Zypa, prezent. Këtura Rasuli, prezent. Gjithë partën nga avokatë Brojës, ndërsa nuk e përcofu se përmbajtjen pjesa unë të arsyet se numrën i pandehur Zyrtar Svesna, për cilin gjykata ka çuar urdhër arrest, ndërsa ai njëjti përmes zyrtares së tij administrative ka dërguar marrë i cili ka cituar mungesën. Ndërsa partira e prezent për pandehur nga avokat lidhur me mungesën e sancës së kaluara, nëse më parë të me kërkesat me përstërvar, gjysori pyet pandehurin, se ligjëva kënaj a do të thonë të mungesë, a ka dhënë si të mungo apo jo? Po, në ekip, keni pas arsye, a mund të shkojë diçka? Se ka nevojë për cilë me shkrim, për ndryshe po kam pas arsye dhe datën e angazhimit. Të cilat edhe sipas e angazhimit, njëtë mund të përcjellin edhe me shkrim. Faleminderit për ndërlidhje. Një fituar pasoda, ke pasur ndonjë arsye për mungesë apo jo? Po, kam pas arsye, ta dërgoj arsyetimin me shkrim, për shkak të obligimeve që kam pas në kam arritur të vi. Faleminderit shumë për ndërlidhje. Atëherë, pasi që i pandehur, Zyrtar Svesna, Zyrtar Svesna e ka njëftuar gjykatën në shkrim duke përcjellur mungesën për sancën e sotme. Gjyqari në argumentin sanca sotme nuk mbahet. E njëjta do të shtyhet për shkak se data të vjen për rezolvim në lidhje me shtypjen. Për shkakun e çfarë para viteve të vijë, sanca do të vazhdojë për secilën parë që është vetë që është prezente, ndërsa secila parë që mundet ndaj asaj pale do të shohë për arrest dhe kërkesë për caktim për abortimin eventual do të vazhdojë për seancën me palë prezente. Faleminderit. Sipas informatave që kam, ministri është në udhëtim zyrtar. Ku gjendet deni apo? Ka shkam për të klaru, ma shumë nuk di. Nëse mund të na tregu kur është afati i parashkrimit të kësaj vepre, meqenëse se kanë kaluar disa vite, është afër parashkrimit apo cila është? Nuk është afër parashkrimit. Disa herë kanë qenë të pandehurit prezent, por ka pas raste që ka mungu dhe prokurori. Po shpresojmë që me një afat të arsyeshëm do të fillojmë edhe me procedurën. Kur është parashkrimi, me qenë se thatë nuk është afër? Nuk e di saktësisht.